Ju ngjatjeta të nderuar, krejt bota e ka përcjell me vëmendjen më të madhe samitin kinezo-amerikan. Me vëmendjen më të madhe i ka përcjell bisedimet, ngjarjet dhe gjithë atë që ka ndodhur në Pekin dhe me 4 sy e ka pritur epilogun e takimit Donald Trump-Xi Jinping. Mediat kryesore të shumicës së vendeve në botë e kanë analizuar, debatuar, botuar dhe prezentuar mendime, trajtesa e analiza të njohësve, analistëve dhe ekspertëve vendor në ato vende dhe i kanë botuar dhe trajtuar edhe analizat e ekspertëve nga vendet më të fuqishme të botës. Këtë ngjarje më e rëndësishmja që ka ndodhur në vitet e fundit e ka përcjell e përsëris thuajse e gjithë bota përveç Kosovës. Kosova është thuajse i vetmi vend në botë që nuk i kushton vëmendje mediatike as edhe ngjarjeve kryesore që ndodhin diku në botë. Ngjarje që ndodhin diku në botë e që nëse sot jo, nesër me patjetër trokasin në dyert e hapësirës shqiptare e në rastin konkret në dyert e Kosovës. Shoqërinë tonë të dashur miq e kanë vendosur disi sikur në një ishull të izoluar, i rrethuar nga terri informativ e nga ku nuk sheh e as nuk dëgjon se çfarë po ndodh në botë. Për fat të keq, shoqërinë tonë për çdo ditë të lume e traumatizojnë me lajme e me ngjarje thuajse të pavlera, duke e mashtruar shoqërinë kosovare, se kinse Kosova është epiqendra e botës, se kinse jashtë Kosovës nuk është duke ndodhur asgjë, e them këtë bazuar në debatet mediatike që zhvillohen për çdo ditë në Kosovë. Se kinse bota është duke u marrë me ne, se kinse Kosova ende është prioritet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mashtrim total dhe gjendje e dhimbshme e shoqërisë sonë. Shqiptarët në Kosovë dhe të gjithë qytetarët e këtij vendi nuk e kanë merituar këtë gjendje, apo dhe ndoshta e kanë merituar, sepse me pëlqimin e tyre e kanë pranuar këtë situatë, këtë gjendje në të cilën sot ata janë, për shkak se u kanë besuar mashtrimeve mediatike dhe kanë pranuar që të binë vetë në kurthën e politikës ditore, të cilën politik e krijojnë partit politike për qëllimet e tyre vetanake dhe partijake në dëm të qytetarëve të këtij vendi dhe në dëm të shtetit të Kosovës. Jemi dëshmitar të ngjarjeve politike që kanë ndodhur bile të them në vitin e fundit. Andaj, gjendja është alarmante, është edhe dhimbshme, gjendje kjo që patjetër do të ndryshohet, që dikush do të nisë të zhvilloj fillin e këtij lëmshi kaq keq të ngatruar. Ndryshimi i kësaj gjendje është mëse i domosdoshëm për të mirën e vendit, për të mirën tonë ne që jetojmë sot dhe për të mirën e brezave që do të vinë. Në përgjithësi është detyrim të ndryshohet kjo gjendje për të mirën e Kosovës. Dalja nga kjo lëvozhk e rrethuar nga terri informativ është mëse e nevojshme. Për fat të keq e bëra këtë hyrje në fillim të kësaj video ku do të flas për gjithë atë se çfarë do të ndodh tani e tutje në botë pas takimit më të rëndësishëm në vitet e mbase në 2 dekadat e fundit. Takimi
Donald Trump dhe Xi Jinping. Samiti kinezo-amerikan, ata që i kanë përcjell ngjarjet, fal rrjeteve sociale, fal mediave të huaja, fal vëzhgimit apo shikimit të televizioneve dhe portaleve të huaja jashtë Kosovës. Përndryshe, imagjinoni sikur qytetarët e këtij vendi nuk do ta kishin pasur mundësinë të kishin qasje në rrjete sociale dhe nëpër media të huaja. Çfarë do të mendonin? Do të mendonin atë që e thash pak më lart, se në botë asgjë nuk ndodh, se ajo që ndodh në botë nëse ndodh nuk është as pak e rëndësishme për ne, dhe se mashtrimi absolut, ajo që është dhe ndodh në vendin ton, reflekton në çdo cep të botës. Gjithsesi, samiti kinezo-amerikan mbaroi, Trump u largua nga Kina, por bota nuk doli më e qetë se që ishte para takimit. Doli më e vetëdijshme se rendi global është futur në një fazë ku një takim mes dy liderëve edhe të dy vendeve më të fuqishme të botës nuk mjafton për të ndalur luftën, por mund të mjaftoj disi që të shtyhet lufta, që të zhvendoset diku tjetër, ose, për fat të keq, që të bëhet edhe një luftë diku tjetër më e madhe dhe më e rrezikshme, gjë që pritet dhe unë e kam shpjeguar në videon e djeshme. Në këtë video pra, miq, përtej takimit historik që u zhvillua midis Donald Trump dhe ekipit të tij, një brigad biznismenësh e miliarderësh që i kishte marrë me vete, dhe Xi Jinpingut, i cili e priti si triumfues i rendit të ri global që po krijohet. Këto do të flas për momentin apo momentet kur bota po hyn në një epokë të panjohur, me shumë të panjohura, ku po vendoset se kush do ta kontrolloj ekonominë globale, teknologjinë, energjinë, detet, inteligjencën artificiale, valutën dhe vetë të ardhmen dhe fatin e njerëzimit. Duke i ditur këto, se çfarë ka ndodhur aty, dhe duke i përcjellur ngjarjet që quan deri te ky takim, unë sot në këtë video në fillim të saj e mora guximin dhe detyrimin moral ta bëj atë hyrje të cilën sa po e dëgjuat. Të nderuar, nga Tajvani deri në Ukrainë këndej tek ne, nga Irani deri te deti i Kinës jugore atje në lindje, nga Moska deri në Washington, e nga veriu i botës deri në fund të Afrikës, po krijohet një përplasje e re që shumë analist të njohur në botë e krahasojnë me fillimin e luftës së re të ftohtë. Por kësaj radhe shumë më e rrezikshme se lufta e ftohtë, kur ishte si rezultat i kompromiseve, i konflikteve, i rreziqeve dhe konkurrencës midis SHBA-ve dhe ish bashkimit sovjetik. Se frontet janë kudo dhe armët nuk janë më vetëm raketat, por, si thash, është më e rrezikshme. Në pyetje është ekonomia, është buka, është jeta, është teknologjia, dhe ajo që e bën edhe më të trisht, më të frikshme, është informacioni. Bota sot, miq, po dridhet në hijen e një pyetjeje të vetme, kryesorja. A është shemb hegemonia amerikane, apo Amerika po përgatitet për rikthim më brutal strategjik në historinë moderne? Kina
e shohim, po i sfidon SBA në çdo cep të globit. Rusia po e lodh Evropën në Ukrainë. Irani po e mban të mbyllur Hormuzin, të ndezur lindjen e mesme dhe po kërcenon çdo shtet të botës në ekonomitë e tyre. India po refuzon të bëhet ushtari i dikujt dhe po insiston që të mos bëhet ushtari i askujt, ndërsa Evropa duket gjithnjë e më pasigurt për të ardhmen e saj. Kosova gjendet në këtë vorbull të gjendjes dhe të ngjarjeve globale të cilat janë duke ndodhur. Dhe ju tani më jepni të drejten apo të padrejten për hyrjen të cilën e bëra në fillim të kësaj video. Dhe duke i parë që të ngjarje, që të emna shtetesh, kontinentesh, frikash, luftash, armë bërthamore, buka, uje, ilaqet, të cilat të gjitha janë të rënditur në botë, ne jemi dhe ishim para momentit historik. Trump dhe Xi Jinpingu u ullën përballë njëri tjetrit, jo thjesht vetëm për marrëveshje tregtare, siç herë flitej tek ne, por për të matur forcën reale të dy superfuqive, në fakt të dy civilizimeve që po luftojnë për dominancë në shekullin e 21. Ajo që është shikuar në histori, ajo që është dhe ka qenë më e rrezikshmja, ka qenë momenti kur në betej janë futur jo dy superfuqi, po dy mendësi, dy civilizime, dy qytetrime. Dhe tani qytetrimi perëndimor është i ballafaquar me qytetrimin indo-kinez andej dhe në anën tjetër me qytetrimin lindor, të cilin po mundohet ta udhëheq, konfiguroj dhe adaptoj me botën moderne Vladimir Putini. Dhe ndoshta pjesa më e rëndësishme, mos them më e frikshme është se shumë njerëz ende po mendojnë se jetojnë në botën e vjetër, ndërsa rendi i vjetur ka filluar të lëkundet, por nuk janë të e pa se është duke vdekur para syve të tyre. Përse e them këtë? Sepse aleancat e deritanishme janë lëkundur në themel. NATO është duke u testuar në themel. Dollari po sfidohet në themel. Luftrat po ndryshojnë forma. Superfuqit nuk po kërkojnë më vetëm fitore, por po kërkojnë bijetesë strategjike, që është gjëja më e rrezikshme. Prandaj, miq, sonte në këtë video unë po bëj një analizë të rëndësishme të kohës sonë, se vërtet apo shkon bota drejt një përplasjeje që mund të ndryshojë historinë dhe njerëzimin në dekadat e fundit, e nëse ndodh, çfarë do të ndodh me shqiptarët dhe çfarë do të ndodh me Kosovën tonë. Kthyer tek takimi i Pekinit. Në Pekin nuk është vendosur vetëm tregtia. Nuk është fol vetëm për shitjen nuk është arrit vetëm shitja e 200 avionëve Boeing, apo për naft, apo vetëm për soj, apo për produkte amerikane të shiten në Kinë e ato kineze në Amerikë. Në Pekin, e përmena pak më parë, është testuar pyetja e rëndësishme. A mund të menaxhoj SBA dhe Kina rivalitetin e tyre pa ndezur edhe më shumë lindjen e mesme dhe paqësorin në të njëjtën kohë? Ku është Tajvani këtu? Çfarë do të veproj Australia?
ku frigohet dhe prej qka frigohet më së shumti Japonia. Ndër lidhjet e Japonisë, Tajvanit dhe Kinës, interesimi i Rusisë për Tajvanin, frika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga ndonjë dështim eventual i Australisë, pozicioni i Indisë, fuqizimi i Pakistanit, lëkundja e boshtit të raporteve arabo-amerikane në gjirin arabik e më kryesorja sa do të mund t'i qëndroj Irani kësaj blokade dhe çfarë mund të bëj në momentet vendimtare kur nëse se është para zhdukjes totale si shtet e ndoshta edhe si civilizim. Përgjigja e shkurtër unë mendoj është kjo, se në Pekin është arritur një armpushim diplomatik, por nuk është arritur asnjë zgjidhje strategjike. Trumpi mori besatim nga Xi Jinping, mori dhe dëgjoi fjalë të mira me disa premtime ekonomike. Ndërsa Xi Jinpingu mori njohjen faktike se pa Kinën nuk ka zgjidhje serioze, as për Iranin, as për Hormuzin, as për vendet të tjera në botë, e as për stabilitetin global. Nga kjo perspektiv, unë mund të lexoj një fitore spektakolare e Xi Jinpingut dhe të Kinës në përgjithësi. Dikush mund të pyet çfarë u arrit, me që po flasim për këtë temë kaq të rëndësishme, çfarë është arrit në Kinë, në pika të shkurta. E para, është arrit një ulje e përkohshme e tensionit shëba-Kinë. Të dy liderët e paraqitën samitin në fund si të suksesshëm, me dallime të mëdha të pazgjidhura, sidomos për Iranin e sidomos e në veçanti të theksuar për Tajvanin dhe pikën e tretë për programin bërthamor. Pra, kemi një gjuhë optimiste, por jo marrëveshje të mëdha të shkruara të cilat i shpreson të bota. E dyta, u fol shumë për tregti, për bujqësi, për naftë amerikane, për Boeingat. Kina thuhet se ka pranuar të blej 200 avion, megjithëse mediat kryesore kineze nuk e kanë potencuar me theks të posaçëm. Dhe Kina ka premtuar rritjen e blerjeve të produkteve amerikane. Trump, teksa po largohen nga Pekini, tha se pak fitore konkrete janë arritur, megjithë që jo sa ka dëshiruar Washingtoni dhe Pekini. Dhe pika e tretë, për Iranin, është arrit një formul minimale që e mban edhe më tutje gjendjen e tensionuar në rajon dhe në gjithë botën. Irani është arrit marrëveshja se nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe se Hormuzi do të hapet. Mirë po, ajo që është e rëndësishme, sipas raportimeve që janë bërë menjëherë për i shtëpisë së bardhë, të dy palët kanë rënë dakord për që Hormuzi të hapet. Mirë po, Kina nuk ka treguar gatishmëri të shkoj deri atje, sa të insistoj dhe të bëj presion mbi Iranin, deri në atë pikë sa të humb aleatin e saj kryesor në lindjen e mesme. Bile furnizuesin kryesor me naftë dhe gaz dhe një ndër furnizuesit kryesor me metalin e hekurit dhe çelikut. Këto janë të arriturat në pika të trasha. Çfarë dështoi në takimin e Pekinit? Dështimi më i madh është se nuk është arritur asnjë marrëveshje në lidhje me Iranin.
Trump kërkonte nga Xi Jinpingu të përdor ndikimin e Kinës dhe të bëj presionin maksimal mbi Teheranin. Por, ajo që u pa dhe që po lexohet në për analiza, Kina mund të shtyj Iranin të zhvilloj negociata nga të cilat është tërhequr edhe për shkak të qëndrimeve të ndryshueshme minut pas minuti të administratës amerikane, por nuk ka gjasa e shanca të ndërpres mbështetjen ekonomike, si që thash, për partnerin e saj kryesor në lindjen e mesme. Dështimi i dytë është pika e Tajvanit. Kina e vendosi Tajvanin në qendër të bisedimeve me Donald Trump. Ministria e jashtme kineze thot se Tajvani është çështje më e rëndësishmja që nga e cila mbaren raportet e tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse SBA-ja nuk e menaxhon situatën me kujdes, duke mos prekur interesat kineze për plasja dhe madje konflikte frontale midis nesh dhe Amerikës mund të jenë evidente dhe të mundshme. Dështimi i tretë është se nuk u zgjidhen çështjet më të mëdha strukturore, cila inteligjenca artificiale, problemi i shitblerjeve të teknologjisë dhe posedimit të tyre, zinxhiret e furnizimit, çështja e mineraleve të ralla, pra edhe Tajvani si që përmenda, Irani, pastaj çështja e Rusisë, çështja e Ukrainës dhe kontrolli bërthamor. Ju mund të thoni tani se pse Mustafa po i përmend të gjitha këto teksa po flet për takimin. Pse Rusia? Pse Ukraina? Natyrisht, për shkak se Rusia e nje si aleat të afërt Kinën. Shumë shpejt, Vladimir Putin do të zbarkoj edhe ai në Pekin dhe do të sheh e do të dëgjon me veshët e vet se çfarë Xi Jinpingu i ka premtuar Kinës, çfarë do të ndërmerr Kina në mënyrë që çfarë do të ndërmerr Rusia në raportet e saj me Kinën më pastaj, në raportet e saj me Indiën dhe në raportet e saj me Iranin dhe Pakistanin. Pra, në përgjithësi, samiti i ka ul temperaturat e tendosjes, por nuk ka shëruar asnjë sëmundje serioze që ka ekzistuar në marrëdhëniet midis SBA-ve dhe Kinës. Irani ka qenë hija më e madhe dhe më e errët mbi samitin kinezo-amerikan. SBA-t vazhdimisht kanë insistuar që Kina të frenoj ndihmën e saj ndaj Teheranit, sepse e di Washingtoni, si që di edhe këtë bota, Kina është blerësi kryesor i naftës iraniane. Dhe një ndërprerje e vogël, vetëm një muajshe e blerjes së naftës iraniane nga Kina për Iranin do të ishte thuajse goditje vdekje pruse. Sepse nuk do të ketë më armatim të ri dhe nuk do të ketë më para për të jetuar populli 80-90 milion sa iranian sot. Mirë po, Pekini nuk dëshiron që të shkoj deri atje, edhe nëse ka pranuar ndonjë marrëveshje, edhe nëse i është nënshtruar presionit amerikan, për shkak të tregtisë kinezo-amerikane, Pekini nuk ka pranuar dhe nuk do të pranoj let të duket më dhe të veproj si instrument i Washingtonit. Dhe kjo është pika kryesore.
të cilën e ka dashur Xi Jinpingu dhe Pekini në përgjithësi Kina përgjatë këtij takimi. Kina ka 3 interesa në Iran. Andaj Irani thash ka qenë hija e më e errët që e ka mbuluar gjatë gjithë kohës samitin kinezo-amerikan. Kina interesin e parë më të rëndësishëm e ka energjin. Pa stabilitet në gjirin persik, Kina rrezikon furnizimin me naftë, edhe nga Irani, edhe nga vendet e tjera. Interesi i dytë është rendi multipolar. Kina nuk dëshiron më që SBA të rrezoj ose nënshtroj një aleat anti-amerikan si që është Irani në dëm të Kines, dhe e treta, interesi kryesor i Kines, i treti për nga radha, në përmendje, jo për nga rëndësia, është Tajvani. Tajvani të cilën e një plam dhe e një mirë. E kam shpjeguar në pika të shkurta në 1-2-3 video të kaluara. Pekini meq e di se çdo koncesion për Iranin sot mund të përdoret si kartë nga SBA-ja për të kërkuar më pastaj presionet të tjera dhe për të bërë presionet të tjera edhe në çështjen e Tajvanit. Andaj, Kina, kartën e Iranit është munduar ta mbajë për 2 arsye. Një, për shkak se është strategjik dhe nëse e lëshon i vjen radha Tajvanit, dhe e dyta, nëse Kina lëshon pa në raport me Iranin për shkak kërkesave amerikane, atëherë i jep vetes të drejtë që të kërkoj nga SBA-ja të lëshoj pa në çështjen e Tajvanit. Dhe kjo është arsyeja se pse një analizë e dal nga mediumi Iran International shkruan aty se Xi Jinpingu mund të ndihmoj Trumpin për Iranin, por me një çmim të shtrenjtë për Washingtonin. Heqje dorë nga Tajvani. Pra edhe iranianët e din dhe e kanë pritur dhe ende e presin ndonjë tradhti kineze në raport me SBA-n në dëm të Iranit për dobin kineze në Tajvan. Pra, miq, situata në përgjithësi e dal nga takimi aty është e atill që mund të thuhet, të supozohet se ka një qetësi momentale, një marrëveshje për një qetësi momentale, por nga shumica dërmuese e analistëve që janë marrë me këtë çështje, kjo qetësi konsiderohet si një qetësi e përkohshme para një shtrëngate të rrezikshme. Dhe shtrëngata e rrezikshme është në syrin e këtyre analizëve gjendja e rënduar e SBA-ve për shkak të luftave dhe rivaliteteve me Rusinë dhe Kinën, dhe me që ka ardhur në këtë gjendje të rënduar në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në politikat dhe ekonominë e brendshme, nga një superfuqi, siç është SBA-ja, në një gjendje traumatike mund të priten vendime të cilat dhe veprime të cilat mund ta hidherojnë dhe trishtojnë gjithë botën. Po, miq, kjo puna e Turqisë tash. Shka lidhet Turqia këto dhe si ta lidhem Turqinë. Deri tash, Turqia ka qenë
një vend me një rol ndërmjetësues. Të them një rojtar i rajonit ku është Irani, por në të njëjtën kohë një fuqi e cila tani për tani, nëse nuk është e pozicionuar 100%, po kërkon hapësira që të pozicionohet ashtu sa të jetë penguese e proceseve, nëse arrin, dhe vendimmarrëse e proceseve më të gjera se sa veç rajoni gjeografik ku pozicionohet Turqia. Teksa po flasim për samitin, dhe dua ta trajtoj edhe Turqinë, me që e përmenda në videon e djeshme për luftën e cila po troket në dyert e rajonit për shkak të interferimit Izraelit në Republika Turke të Azisë së Mesme, të cilat janë zemra, arteria kryesore e Turqisë, e sidomos e Turqisë pas ardhjes së Erdogan në pushtet. Atje është duke u punuar të krijohet një, mos them një Turqi e madhe, por një shtet me frym turke, me abetare të përbashkët, me alfabet të përbashkët, me teknologji ndërvepruese, me të mirat nëntoksore e mbitoksore të shfryzuara të gjithë në mënyrë të barabartë, nga këndej prej Bullgarisë e të shkojnë kufijt e kësaj bote turke në stepat e kufive me Kinën andej, që të jetë një superfuqi e cila do të vendos për të ardhmen e botës. Qëtë vizion dhe qëtë hapësir gjeografike është duke e lëkundur nga nëntoka Izraeli. Natyrisht edhe me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse cila fuqi, cila superfuqi do të pranonte së paku me pëlqimin e vetë të lejonte krijimin e një superfuqie të re që do t'ja prishte figurat të shahit në tabelen e globit. Turqia, pra, është futur në lojen e Iranit. Lojë e Iranit e cila ka qenën së bashku me lojen e Tajvanit dy pikat kryesore më të rëndësishme në takimin Xi Jinping dhe Donald Trump. Turqia nuk është futur në këtë lojë si spektatore, pra, por si një aktor i mesëm momentalisht, por me ambicje të mëdha të një superfuqie. Vetë ministri i jashtëm Hakan Fidan në muajt e fundit ka qenë aktiv diplomacia turke, si në raport me Evropën, si në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si me Kinën dhe Rusin, e domosdo me lindjen e mesme, me Sirin dhe me Iranin. E kam thonë këto më shumë se njëherë, se Siria ma, nëse nuk ndodhë ndonjë e papritur e pabesueshme, Siria ma konsiderohet një çardak, një balkon i Turqisë nga ku Turqia e shikon dhe të them kushtimisht e kontrollon një pjesë jo të vogël të rajonit të lindjes së mesme. Qëndrimi turk në këtë rrethana është deri diku delikat ta quaj. Përse e them delikat? Sepse Ankaraja nuk e dëshiron një Iran bërthamor, nuk e dëshiron një dominim total amerikano-izraelit, nuk dëshiron mbylljen e Hormuzit dhe nuk dëshiron zjarr në kufijt e vet lindor. Prandaj Turqia e sheh veten për momentin si ndërmjetës, si balancues, garant i mundshëm teknik i ngjarjeve aty dhe të arrijë deri në pikën ku të përmendet me emër dhe të ndjehet fryma e saj edhe në takime
si që ishte takimi i Donald Trump me Xi Jinping. Nëse kriza e Iranit zgjerohet, Turqia pjesërisht mund të fitoj, por edhe nëse arrihet ndonjë marrëveshje amerikano-kineze për ta ndalë plotësisht Iranin dhe hapur grykën e Hormuzit, Turqia prap fiton një rëndësi të madhe. Edhe nëse ka konflikte, me kusht të mos shkatërrohet shumë, po edhe nëse qetësohet situata në të dyja rastet, Turqia fiton një rëndësi. Dhe kjo është diplomacia e Ankaras, të jetë e nevojshme në çdo skenar, të luftës dhe të paqes në lindjen të mesme. Çështja e Tajvanit, shikuar nga që kjo perspektiv, i kalon kufit e problemit vetëm amerikano-kinez. Në lojë është Japonia. Japonia e sheh Tajvanin si një pend, si një kufi mbrojtës nga ndonjë ekspansion ose invazion kinez ka Pacifiku, paqësore. Frika më e madhe e Japonisë është që SBA-ja të lëshoj në punën e Tajvanit, Tajvanit të kaloj në kontrollin kinez për ndonjë pazar me Iranin, gjë që Japonin, e cila a zhvillimin e vetë në të 80-tat e pati arrit në kulminacion. Dhe atëherë bëhej fjalë, si kur tani për Kinën, se a do të i kaloj Japonia Amerikën me fuqi ekonomike e ushtarake, kjo Japoni, në rastin e Tajvanit, nëse Kina SBA-ja dorëzohet, apo qëllim shumë lëshon do të ishte grushti më i madh Amerikan mbi Japonin pas grushtit me bomba bërthamore përgjatë luftës së dytë botërore. Prandaj, Japonia shfrytëzon të gjitha kapacitetet e veta që ta mbaj çështjen e Tajvanit të tensionuar midis SBA-ve dhe Kinës. Për të vazhduar të jetë Tajvani pjesa ose mburoja gardhi në raport me Kinën. Kina, nëse e shti Tajvanin në dorë, dhe nëse e shpëton Iranin nga shkatrimi, dhe treta, nëse e ruan raportin e deritanishëm me vendet arabe të Gjirit Persik, Kina shumë shpejt mund të arrijë në pozitë. Jo ma Xi Jinpingu të thot atë fjalimin se dy superfuqi dohet të bashkëpunojnë mes vete në vend se të bashkluftojnë, siç e tha fjalën përfundimtare në summit, por Kina shumë shpejt mund të arrijë në pozicion që është tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të vendos vetëm për interesat e veta, pa marrë parasysh aleancat, marrëveshjet apo interesat e fuqive të tjera. Në këtë konstelacion, Pakistani, një vend i një rëndësie të veçantë, ka fituar një pozicion të cilën me dekada e ka ndruar, e ndoshta që nga koha e ndarjes nga India në vitin 1947, nëse nuk gabona. Pakistani tani për tani është një aktor më i rëndësishëm edhe se India, edhe se Turqia në raport me Iranin, me ngjarjet në lindjen e mesme dhe përderisa po flasëm me takimin Xi Jinping Donald Trump. Për shka? Pakistani ka raporte shumë të mira me Kinën
Dhe që të dy, njani me njan, janë vendet të cilat India nuk e lanë me liviz fort, nuk e lanë me quë kryet fort. E dyta, Pakistani ka lidhje të forta me botën islame. Edhe për shkak që posedon armë bërthamore, por edhe për shkak të politikave tepër të mençura që i ka zhvilluar në vitet e fundit. Në anën tjetër, Pakistani ka marrëdhënie të çuditshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mund të ndryshojnë thelbësisht tani pas takimit, pas samitit kinezo-amerikan. Pakistani është pa gjithmonë si një vend i rëndësishëm për Shaban dhe i rrezikshëm në të njëjtën kohë. I rëndësishëm sepse e ka ndihmuar Shaban në shumë procese dhe i rrezikshëm sepse shumë ngjarje anti-amerikane kanë lindur pikërisht në shtetin e Pakistanit, që nga koha e luftës së Afganistanit. E gjithë kjo situatë e krijuar para, gjatë dhe që pritet pas samitit të Pekinit, tregon se bota ma nuk është ajo që ka qenë deri më tani. Se bota ka fituar formate të tjera në të cilën botë, edhe Evropa, edhe Ballkani, edhe gjeografia shqiptare më nuk është imune ti rezistoj ndryshimeve të mëdha që mund të ndodhin në arenën ndërkombëtare. Ajo që e bën temën pak si të frikshme, e frikshme për Kosovën. Çka nëse Rusia kërkon nga Kina që për të vazhduar bashkëpunimin ekonomik, dhe nëse është edhe interes i Kines, çka nëse kërkon që çështja e Kosovës të trajtohet edhe njëherë në nivele të larta ndërkombëtare. Për të përfituar nga Kosova më pastaj për këtë pjesën lindore të Ukrainës të cilën e ka pushtuar dhe për rajonet e tjera për të cilat Rusia ka luftuar vitet e kaluara, për Osetin, për shembull, për problemin e Gjorgjisë dhe të ngjashme. A thua Serbia mund ta ketë fuqien e vet, aftësinë diplomatike, mbase edhe gatishmërinë që të futet në lojra të këtilla, sa të luaj me rolin e Kinës, me rolin e afërsisë së saj me Kinën, sa të ndikoj në ndryshimin e rrjedhave politike, gjeostrategjike të SBA-ve në raport edhe me Ballkanin dhe me tokat shqiptare. Dihet, Kina, kjo Serbia, ushtarakisht mahet me Rusien, ekonomikisht mahet me Kinën, politikisht mundohet me umajten me këtë Evropën, ndërsa ta quaj strategjikisht, nga perspektiva strategjike, mundohet të mbaj disa raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse Trump dhe Xi Jinping kanë hyrë në pazare të mëdha për Iranin, për Tajvanin, për ekonominë botërore, atëherë Rusia mund të kërkoj hapësirë edhe më të madhe në Ballkan. Dhe kjo është frika ime, apo analiza ime që ka mujt të nxjerrë nga leximi i këtyre ditëve të fundit për gjithë shka që kam arrit të lexoj në lidhje me samitin kinezo-amerikan. Dhe pikërisht pra, këto lind ajo pyetja apo frika e vendeve të vogla, jo vetëm të Kosovës, por të gjitha vendeve të vogla në botë. Dhe cila është ajo? Kur superfuqit negociojnë rendin botëror,
kur superfuqit flasim për rendin dhe ndryshimin e forcave dhe ekuilibrave të civilizimeve, kur flasin kombet e mëdha për çfarë të ndodh nesër dhe çfarë mund të bëhet dhe duhet të vendoset për nesër, kombet e vogla me të drejtë kanë frikë se mund të trajtohen si dosje periferike ose të përdoren si leva të vogla për marrëveshje të reja midis superfuqive të botës. Natën e mirë.